Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim. Hapim një video, një vlog të ri. Ula me Tula. Easy tiger, easy let your hair. Sigur që do e shikoni shumë. Që do dalë të shkoni në vlogën, juftoj që ishim së bashku dhe tek Rosmani, bleva të 2-3 gjëra që t'ja tregoj shpejt e shpejt. Mora si këto karto pecetat, këto janë shumë të mira që ka Rosmani, do të marketit nuk bëjnë, kurse këto janë fantastike për të fshirë fytyrën. Janë këto, unë fshi me këto fytyrën sepse me peshjerë ka ndonjë qime nga Ruçi edhe e kam shumë besi kur nuk e vetëm qime, mora dhe letra të lagura. Këto të dyja mora, por e sigur që të shkoj prapë sepse dua që të bëj pak pazar të fuqishëm për shtëpinë. Ma ka ardhur kjo çanta nga firma A-Cloud, që është një brand që unë e adhuroj, kam vite që e ndjek në Instagram, dhe jam shumë e lumtur që ata më kanë dërguar një nga çantat e tyre, PR Box Ruçi. Edhe tani do ta hapim dhe do t'ju tregoj çantën që unë kam zgjedhur që më pëlqeu më shumë nga koleksioni. Është kjo, nuk kisha asnjë çantë jeans. Shikoni sa e bukur që është. Dhe ka simbol ren dhe shikoni. Sa e bukur maj. Kemi një saj simbolin për ren. Edhe të këmbire, po gjithashtu blitet edhe me emrin tim, ja ku e kam e tatun. Edhe më pëlqeu shumë, me zë pres që ta vendos gjithë verën, se është një çantë verore, por edhe dimërore për shtatet. Është shumë e bukur. Do t'ju lë linkun poshtë, që nëse jeni të interesuara për këtë çantë, pse jo mund ta porosisni, kushtojnë pak, sepse janë çanta që kanë kualitet shumë të mirë. Do t'ja heqim këtë, por janë shumë bukura dhe të veçanta. Duket si brand, është brand korean. Tash kam vite që ndjek. Shka. Tu il mio amore, my darling, my angel, my dove. If ever you would leave me, I think I would lay down and die. Oh, ecco il mio cuore. Now tell me your heart is mine. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Nuk kam filmuar shumë, prandaj shumë keq reha, por kam qenë shumë e zënë sepse duhet që të mbyllja disa punë që kisha me Instagrami, prandaj kam ardhur këtu në një hotel shumë të bukur në Tiranë, edhe u kënaqja me ardhur në fakt sepse na kishte munguar që të hanim mëngjes në hotel, të vinim së bashku, edhe ju shfrytëzova edhe për punë, siç thash, sepse bëra pak content për Instagram, prandaj më ndiqni aty. Tani do ju tregoj edhe disa gjëra që kam bler. Instagram e kam thënë, prandaj po ja them edhe juve që kam bler 500 lekë make-up dhe do bëjmë një look të shpejt për paradite. Si gjithmonë përdorim produktet e fytyrës, skincare-in, nuk e lëm asnjëherë se po thon pa vendosur, sidomos tani në verë, goca, duhet ta vendosni patjetër. Do shikoni si duket fytyra, super shkëlqen, hidratues i ri që kam nisur, që është ai nga linja Nerds, që e kam marrë tek Una Farm. Tani po ju tregoj pak çfarë kam bler, edhe pse jo që ta përdorim së bashku. Kam marrë këtë fondatina nga Giorgio Armani, e mora në shadin 4.5. Edhe gjëra që kishte më e kripur, por besoj se kam bërë mirë që e kam bler, është kjo furça. Shikoni kë kam marrë. Është një nga furçat më të mira në botë, është kjo nga Hourglass. Hourglass. Edhe deri tani më pëlqen, ndije e përdora për herë të parë. Aplikoj pak fondatin, e bën shumë i përhapja, nuk e lë via, është shumë e butë. Për çmimin që ka, nuk e di. Unë është e fiksuar, se doja që ta merja, sepse në TikTok më dilte, prandaj e bleva. Por punën e bën, nuk e di, mund të gjeni ndonjë edhe më të lirë. Se jam e sigurt që ka. Okej, por e përhap super mirë.
Ja rezultati, shumë i pastër. Pastaj kam marrë këtë korektorin nga NARS, edhe kam marrë dhe Jersey në fakt, po kështë marrë shade tjetër, unë zgjodha këtë. Është ky. Gjithashtu i mora edhe motrës së Alvit, një syk korektore. Me të nësën shumë pak, tani është pak i erë ndoshta për mua, por më pëlqen efekti që nuk duket aq i bardhë sa i vendos zakonisht, duket shumë natyral, edhe kam pulim mjaft mirë dhe nuk kriset, të paktën këtë e kam përdorur 4-5 herë. Edhe shkon, më pëlqen si shade nëse keni fytyrën afërsisht, ngjyrën si imja për shtatën. Më pëlqen këto videot me make-up që i tregojmë kështu se unë para se t'i blija o sot sa kam kërkuar që të më përshtate gjërat. Ajo fondatina më pëlqen 4.5, nuk e ndërhoj. Nuk është as e errët, as e hapur, është super mirë. Bronzer zgjodha këtë nga Charlotte Tilbury. Më pëlqen, sepse është shumë e bukur për këto efektet që duam unë, që mos të jetë shumë e thatë. Duhet të jetë këtë pak atë shkëlqimin, kontur që nga goca. Bëm konturimin, shkoni si prave. E adhuroj. E pak të hunda. Super bukur. Kalojmë tek blushi. Ka marrë këtë nga Anastasia. Edhe më pëlqeu kë, sepse ka edhe forcën. Edhe ka pigment. Pëlqen. Ka edhe një forcë të vogël. Kështu. Por super bukur. Tani, çfarë do bëjmë tjetër tani? Duhet të rregullojmë vetullat. Është super e mirë, kushton shumë pak lekë, 12.000 lekë. Sjat shumë, mendoni. Këtë kam 3 muaj që e kam bler, është fantastike. Kam marrë gjithashtu para 5 muajsh, vitëri, mora atë të Anastasias 30.000 lekë. Nuk bënte fare, nuk qëndroni fare vetullat. Ky është super i mirë. Tani duhet të gjejmë kullorin e vetullave. Gjane ka marrë sot e Temu, edhe kishte pa fund furça, ja dhe kjo furça që përhapa konturin, edhe dini sa ishin shumë të mira. Edhe, ja, ka edhe këto furçat kështu të vogla, ka mbi 20 furça, edhe ishin shumë të mira. Japim pak gjel, edhe i ngrim që këto vetullat. Mendoj se mua më bën super ndryshim. Dhe më thënë, është pjesa ime preferuar tek make-upi. Jam vetullat, sepse duke pasur parasysh që unë i kam bërë microblading, ato duken, kur unë nuk i kre, duken pak si tatuazh dhe nuk duken natyrale. Prandaj, nuk dal asnjë në shtëpi pa i krehur. Nuk po njojnë veten, seriozisht. Po më pëlqen shumë. Nëse kalim të blerja tjetër, kam bler këto nga Too Faced. Shkoni sa cute, kam dhe këto zëmërën këtu. Janë kaq romantike. Edhe pashë, ky ishte bronzeri më i mirë, më i vlerësuar. Edhe është fantastik. Unë kam marrë këtë në shade-in Milk. Është ky. Një gjë që nuk më pëlqen është aroma. Vjen aromë, si aromë karamele, kështu dhe unë e urrej kur vjen aromë. Por, s'kam qa bëjmë. është shumë mirë. Japim pak kështu. Okay. Nuk e di, kam bërë duke pasur parasysh që unë nuk isha fizikisht kur i bleva këto, sepse i mora online produktet. E kam bërë zgjidhje shumë të mira, me gjitha i kam goditur.
Po edhe e kam studiuar, kur isha smuna dora, vetëm këtë gjë bëja, rria në TikTok edhe shikoja kush më përshtatej mua më shumë, edhe kam goditur goza me çdo blerje që kam bërë. Vetëm këtë gjë kam. Nuk e di, kam pyetur edhe në Instagram, prandaj falenderoj shumë, pse do merja pudran e thatë nga Huda, pse 2-3 goca më kishin shkruar ja merr atë të Laurës, edhe mora këtë. Kushtonte më shumë se ajo Hudës, por mendoj se ka edhe për masë më të madhe, dhe po shikoja në TikTok që për gocat që i kanë super të thatë pjesën e syve poshtë, ishte shumë e mirë sepse ishte si plur, shumë e lehtë, edhe nuk krisej, dhe ka edhe këtë kështu. Më pëlqen, edhe shumë faleminderit. Prandaj doja të thoja që këto make-upet që kam marrë, janë edhe nga sugjerimet që më kam bërë vajzat. Më kam bërë vajzat në Instagram. Edhe nga furçat që kemi të Temos, marrim një furçë të tillë. Edhe do aplikojmë blush përsëri. Për një look sa më romantik. Edhe blush është shumë i mirë. Ka këto si rose. Unë të gjitha këto nuancat kisha ngjyrë pjeshke, ngjyrë salmoni, por mendoj se roza më shkon më shumë nga të gjitha sepse jep shumë freski. Edhe duket më romantik si look. Që kam veshur edhe fustan roz dhe duket shumë bukur. Unë syt nuk i luaj me asnjë gjë, nuk vendos kur toner tek syt. Ndoshta ndonjëherë xixa, por nuk është se i preferoj. Edhe do kalojmë tek rimeli. Kam këtë rimelin që është i mirë, më pëlqen. Këtë nuk e kam bler, këtë ma dërguam bler box. Blerja tjetër, mora edhe këtë fiksusin e make-upit nga Charlotte Tilbury. Më pëlqen, është shumë i mirë. Si e harrova t'ju them edhe gjën kryesore, besoj se ju i keni vënë, por kam pler flokët dhe mendoj se kisha shumë nevojë sepse më ka ndryshuar shumë fytyra, çdo gjë dukem më e gjallë, se ato flokët sikur më kishin sikur i kisha shumë të gjatë dhe mua nuk më shkon fare floku i gjatë, se dukem si e lodhur, si e kaputur, kurse kështu dukem gjithë jetë dhe nuk e di, adoroj, më pëlqen shumë si duken. Bëra gati valigjen, si që pat e kam gjera të tjera, po pres që të pija arfi me makinë dhe të ikim në shtëpi, edhe e kam lënë që do të takoj edhe një shoqe. Por doja t'ju tregoja pak çantën që më ka ardhur nga firma Oh My Bag Amsterdam, edhe jam shumë e lumtur sepse është shumë çantë e bukur, shkon se bukur që e ka edhe këtë paketimin. Edhe t'ju tregoj sepse është ngjyra e momentit. Ja. Është kjo çanta e vogël, e verdhë. Në gjitha çantat e kam ngjyrë kafe, prandaj thash duhet të shtoj pak kolor tek çantat e mia.
Dhe sa e bukur është lëkur. Këti është fantastike, është e vogël, e bukur. Edhe më pëlqen shumë dizajni brenda sepse shkoni sa shkon. Është me vija. Bardhazi, ja të tregoj më shumë detaje, është me rip, që mund të zvogëlosh, të zjasësh, sipas përmasave që dëshiron. Dhe shikoni sa e bukur që është edhe brenda me këto vijat kështu, me këtë printin. Dhe më super pëlqen. Është përmasa ime e duhur. Që mund të rip kështu dhe kombinon shumë tani për në verë me fustane, duket super cute. Të heqim dhe etiketën. Tani nuk kam vëshërë se që nga kështu. Edhe çmimin kjo e pas ka 220 euro. Hello, nga dita tjetër, thash se dje do e mbyllja vlogun, por jo, po xheroj edhe sot. Sot është e diel dhe do shkojmë në plazh, do shkojmë prapë në Karpen, që është në Kavaj. Është plazhi fantastik. Edhe jam veshur, kam vendosur këtë kapelen e cowboy që duket shumë bukur dhe dini ku e kam marrë tek tema. Sa bukur që duket, e kam marrë dhe me ofertë, shumë pak lek, diku te 7.000 lek, a më pak. Nëse po ju tregoj pak veshjen, kam veshur këto nga HM-ja, edhe rrobat e banjos janë nga HM-ja, janë shumë të bukura. Mi bleva herën e fundit që isha tek Tegu, para një javë, edhe kanë këtë ngjyrën kafe, shumë të bukur, madje ishte edhe me çmim fantastik, 10.000 lek ishin këto lartë, 10.000 ishin poshtë, më thënë 20.000 lek. Dhe janë shumë të bukura. Është ora 10 dhe tani duhet të shkojmë në plazh dhe do shkojmë bashkë me familjen e Albios. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment to step in, and I'll never understand how you saw it coming. Oh, but I will love you for it all. Yeah, I will love you for it all. Hello, vajzat e mia nga dita tjetër. Sot ja kam kaluar aq bukur dhe kam bërë blerje të çmendura, dola me tulën. Edhe jem e kënaqur, por po ju tregoj pak këtë fustane që vesha sot. Shikoni sa i bukur që është nga Pepper Mayo, e adhuroj. Shumë i bukur, ka një roz të ëmbël. Dhe shkoni ka dhe këtë detajn këtu që më pëlqen shumë. T'ju tregoj ato gjurat që mora sot. Po e nis me këtë dhuratën që i bëra Albios, që kushtuan 120.000 lek me ulje, dhe i mora këto kufjet nga Samsung, sepse Alvio ka pak të vështirë pjesën që kur është me skuter të flasi në telefon, por duhet flasi sepse e dini ju që është arkitekt edhe merret me zbatimin e projekteve, edhe flet me klient, flet me stafin e vet, edhe prandaj është pak e vështirë kjo pjesa. Dhe unë i marrë këto kufjet. Unë nuk i kam hapur, nuk dua që t'i hap sepse Alvio erdhi sa i pa dhe iku me vrap sepse kishte një shtëpi për të parë tek zona ku jetojmë neve. Edhe nuk kishte fare kohë, thjesht i pa unë më tërba dhe tha me pres që t'i hap asaj. Prandaj nuk dua që ta prish këtë magjin e dhuratës, sepse ju thash ishte dhuratë. Sepse kishim për vjetarin. Kishim para 2 ditësh, më kishte sjell lule, trëndafila. Dolëm për dark, kam ngjyruar pak, edhe më bëri dhuratë 2 varse, floriri, dhe ta dini ju se ishte historia varseve. Më bëri këtë diellin këtu, që është me personalizim, edhe tani ma kishte marrë zinxhir floriri shumë të trash, edhe ishte që këtu dhe i trash, shumë i trash zinxhiri, edhe unë më pëlqeu, por i thash unë nuk e shumë si e mbaj unë, tha i ke ndëroj marrë një më të hollë. Vërtet i thash unë, se kështu më pëlqen se dhuratë, se kush më pëlqeu, pëlqen kur kishe dhe ato detajne që personalizimin. Edhe më tha, okej, do iku direkt, iku e ndëroj, mori fix këtë një zinxhir të hollë si që dua unë, edhe a i shqipë si që kështë thënë qënge me fatë, sepse të gjitha gratë ankohen, duan zinxhir sa më të trash, pa jotja,
që nga super fare, që nga me fati kështu tha. Edhe nuk donte që të merrte pagesë mbrapsht, sepse ishte dhuratë. Edhe më mori dhe një varse tjetër. Më mori një varse me delfin, sepse kur po mi tregonte zinxhirat e dyqani, ma më ra në sy delfini dhe i thash sa i bukur ai delfini. Edhe ma kishte marrë dhuratë. Nuk e dija, më shpi kur erdhi, më solli të dyja varset. Edhe kështu unë i bleva këto. Edhe shkuam edhe për darkë, qëra sa unë të ditë. Qëra sa unë nga lekte për bashkëta, kuptoni ju goca. Edhe tani, në gjithë këto gjëra, florije që mora e lule të gjitha, nuk mjafton që unë të jem e lumtur. Unë jo tregova para një muaj që bleva një kamer DJI treshin, por e shita, sepse nuk po më pëlqente shumë. Unë e mora 650 dhe e shita 550. Dola pak më humbje, por të paktën u shit. Edhe dje është sa po është shitur, thash do të një kamer tjetër dhe kisha vendosur vetes time qëllim që të merja këtë dhe kushtoi goxha se vajti 1100 euro. Por hey goca, unë mora këtë. Edhe dini të fortën jo. Ky është mark treshi, është Canon G7X dhe është kamera ime e vogël, e parë, e vogël që kam bler sepse mora Mark 2-shin. E kam marrë para 3-4 vitesh që filmoja para se të kisha Sony, edhe e shita për 300.000 lek para një viti. Edhe tani kjo doli u bë shumë virale, bën këto fotot super bukura me plic, edhe tani të paktën avancova, nuk mora Mark 2, mora Mark 3. Kuptoni, e shita e vajta e bleva prapë. Nice, këto janë fiksime, kështu fiksime paqim, edhe pse Alve pas 2 muaj ti do të jesh prapë për shitje. Këtë që kështu goca rezervoheni, se jam e sigur që këtë kamerën të gjithë e adhurojnë. Është kjo e famshme. Besoj se e njihni Kocemën, se është bërë shumë e famshme në TikTok, edhe ju me TikToku me këto jeni më të avancuar se mua. Tani, vinte me këtë librin, këto edhe këto, nuk marrë vesh fare. Vinte me këtë karikusin, vinte me këtë litarin që i vendoset kamerës. Dhe këtu është kamera. Unë e kam hapur, e hapa që parë e bleva. As 3-4 orë s'po bëj që e kam bler. Edhe ja ku është kamera shumë e vogël. Edhe unë duhet që të blija patjetër një kamerë, sepse siç e dini unë kam FX30 që ka bërë sa qimet e kokës, por shumë e madhe dhe unë e kam marrë që të bëj këto xhirimet në shtëpi, të bëj për reelcat, për bashkëpunimet që të jetë kualiteti sa më i lartë. Edhe me këto po xhiroj, domethënë, hiç kemi FX30. Edhe duhet që të merja patjetër një kamerë të vogël që ta kisha praktike jashtë. Sepse Sonyn ZV1 Mark 2, si bëj unë sikur dini ju, merrni vesh nga kjo punë, por jam e sigurt që okej, unë po i them sepse jo më pyesin gjithmonë gocat edhe t'ju vijë edhe në ndim çfarë kamerash kam përdorur. Sony ZV1 Mark 2 e shita, edhe shita dhe DJI, edhe me lekët që bëra, u bëm fix ato, bleva këto. Prandaj, kjo është kjo kamera e famshme kështu. Edhe bën video, bën foto. Tani për video nuk është shumë avancuar, sepse nëse doni për video në YouTube, Sony është pak më mirë sepse ka fokusin, ndriçimin, e ka pak si më të bardhë, më të nëse doni video të pastra, kurse kjo ka super të mirë sepse bën fotot më të bukura të momentit, që janë ato fotot e bukura të pastra që duken me blic, që duken pak si me refleks gold, bëhen me këtë kameran. Edhe unë u influencova e bleva, tani inshallah nuk ju influencoj dhe juve që ta merrni. Gocat e mia, unë tani do ta mbyll vlogun dhe kam një lajm për ju. Në qoftë se shkojnë 50.000 ndjekës, do të postoj më shumë se një herë në javë. Do postoj shumë shpesh,
Plus do filmoj ditë për ditë në pushimet e verës, sepse nisemi në fund të muajit dhe jemi 10 ditë jashtë shtetit, jemi në Greqi, prandaj ftoni shoqen tuaj të ndjeki kanalin, qofse keni bashkëshortin, merrni telefonin, fshehuni razi, bëni subscribe ose gjyshen të telefoni i çdo familjari. Bëni subscribe që të arrim 50k dhe kur të arrim 50k do kemi një video pyetje dhe përgjigje me Alfian. Se ma keni kërkuar shumë dhe ju premtoj që do e bëj patjetër videon dhe do kemi video 2 ose 3 herë në javë. Prandaj, një gjë keni detyrë për të bërë, të shkojmë dhe ta çojmë këtë kanal 50k dhe jam e sigurt që do kënaqemi pastaj. Unë po e mbyt videon këtu dhe shifemi tek vlogu tjetër. Ciao!